Nëse ke dhimbje të vazhdueshme tek ijet dhe kufizim në lëvizje, në hecje apo edhe në kryer të aktivitetet e jetës së përditshme, ju ftoj të bëni këtë ushtrim. Ju nevojitet një karige. Mos të ketë shumë lartësimi, një lartësi të konsiderueshme ose edhe një objekt çfarë të dëshironi ju. Dhe ajo që bëni, qëndroni, çojeni peshën të gjithë nga njëra anë, në këtë rast në ana e djathtë, dhe mundoni të bëni lëvizje rrotulluese të ijes, duke pothitur këmbën më pas te karigja. E ngreni lart këmbën, bëni një rreth ose gjysmë rrethi dhe më pas e vendosni këmbën në tokë. E njëjta gjë dhe nga ana tjetër, mbështesni këmbën ose gjithë peshën nga këmba juaj e majt, më pas bëni lëvizje rrotulluese dhe vendosni në karige. E njëjta gjë, e shkopusni nga karigja, bëni lëvizje rrotulluese dhe e sillni përsëri në qendër. Këtë ushtrim ju rekomandoj ta bëni 15 përsëritje 3 sete në ditë. Ju lutem qëndroni afër një objekti që mos të rrëzoni ose të jetë dikush që t'ju mbajë.